Nuk do kisha problem edhe nëse do bëhesh aktor, edhe pse është vështirë, është vështirë për një femër, për femrat zakonisht. Është pak vështirë në Shqipëri, po. Në Shqipëri e kudo. Ku i dihet Ailin ku mund të jetë nesër në Hollywood. Basta, nëse do ta ketë qejf se jo. Po unë di që ziheni shpesh ju të dy. Bëni kështu, keni debatet tuaja, babe bie. Po, janë, jo, ne duhemi shumë, po kemi një raport her pas here kur kundërshtohemi me njëri tjetrin. Unë i them bëj këtë, edhe unë ndonjëherë e teproj, teproj bëj teprimet e mia, sepse du gjërat i shoh sipas syrit tim, më pas bëhem pishman. Se di Ailin thotë që ti ndonjëherë nuk e kupton atë. Ja dëgjoje pak, dëgjoje pak. Kemi babi, ma të kësaj letre, do të them se ne ndonjëherë zihemi dhe ka raste kur unë mërzitem me ty dhe mendoj që nuk më kupton ose që je shumë i rrept. Edhe unë shpesh herë nervozohem dhe them gjëra që nuk duan. Pastaj ndihem keq, por nuk di si të them më fal. Por ti je gjithmonë aty për mua, edhe kur jam nervoze ose kur bëj gabime. Më pëlqen shumë kur më ndihmon dhe më jep këshilla, edhe pse disa herë nuk i ndjek ato. Ecjet tona kur kthehemi nga shkolla, dihen si meditim dhe muhabetet tona qesharake, duken se kur janë nxjerrë nga një emision komik. E di që punon shumë dhe ndonjëherë vjen i lodhur, por prap gjen kohë për mua dhe timin. E di që ke bërë shumë sakrifica për familjen tonë dhe shpesh e vendos veten në radhë të dytë, por ta dish se në zemrën time ti do të jesh gjithmonë në radhë të parë. Unë kam gjithë ato kujtime që kemi së bashku dhe nuk do t'i harroj kurrë. Faleminderit që ke qenë gjithmonë aty për mua dhe edhe nëse nuk e shpreh këtë, duhet ta dish se unë të kuptoj. Të duam pafund, Ailin. Ka bukur? Faleminderit bab. Dhurata më e bukur. Fëmijët janë dhurata më e bukur e imja, Artila, familja. Ailin është një vajzë e jashtëzakonshme. Ne nuk zihemi. E thash për të ngacmuar unë çfarë? Përpiqemi të ndërtojmë me njëri tjetrin, ajo të rritet, po edhe ndërkohë edhe të rritem edhe unë, kupton? Ta kuptojmë të ndërlidhem më shumë me njëri tjetrin. Për çdo fëmijë, ose më saktë me çdo fëmijë lind edhe një prind. Se kur s'ke qenë më përpara, ti sapo ke lindur si prind. Po. Po që ka roli më i vështirë që ka prindërimi. Është shumë i vështirë. Detyra më e vështirë. Shumë i vështirë, ti përpiqesh të bësh më të mirën, ndonjëherë edhe mund të gabosh. Edhe janë fëmijët ata që të korrigjojnë. Aili her pas here më korrigjon. Më korrigjon qoftë me atë anglishtën e saj, kupton se e flet mirë, shumë gjëra unë si di. Ato jetojnë në një epokë tjetër, Komplet. Është komplet tjetër, është një gjeneratë e jashtëzakonshme. Unë jam shumë mbrapa. Por edhe me këtë ngacmimin që bëj me Ailin, është mënyra edhe unë të mësoj nga ky brez. Sepse kanë shumë gjëra që mund të na mësojnë. I flet Ailin për gjyshin? Se ajo nuk e ka njohur. Por jo shpesh, kemi bile kemi qenë edhe ke shtëpia vjetër, unë kur bleva motorin, mora Ailin për ta pa motorin, edhe për të shku për të pa shtëpinë e gjyshit. Aty ku ndodhi zjarri. Pra, ka mbetur shtëpia? Vazhdon të... Ajo shtëpi, po, është gërmadh për momentin. E kuptoj. Edhe shkova, ja tregova, dhe atë ditë kemi bërë bisedë goxha të gjatë. Pra i tregove se çfarë kishte ndodhur? Në vijat përgjithshme, për të mos me ja bë këtë horrorin, por ja shpjegova se si ka ndodhur. Ailin e di, shumë kujdesshme. Edhe ajo e ndjen, sepse ne shkojmë shumë ke mama, bëjmë ato drekat unë bëj një jetë familjare shumë të mirë, të shëndetshme, me thonë drejtën. Drekat, bashkohemi bashkë, kemi këtë familjen e madhe dhe familjen e vogël. Edhe nga mama dhe baba Artilës unë shkoj shpesh. Tash i kam edhe shumë komshim. Jemi shumë afër. Edhe kalojmë kohë. Edhe ata janë njerëz që familjen e kanë të rëndësishme. E kanë të rëndësishme dhe prioritet. Edhe është gjë më e mirë. Familja është gjëja që mban rrënjët tona të ngulura dhe që na ndihmon që të zhvillohemi. Se janë minutat e fundit edhe... Jo, po shoh minutazhin, po, kanë kaluar madje, gati
40 minuta, si duke u tallur. Po, dhe në fund doja të pyesja, së pari faleminderit shumë për emocionat, sinqerisht u preka dhe vetë, as unë nuk e kam babain, kështu që ka një lloj përjetimi që e përjetoj gjithmonë sa herë një i ftuar flet për babain që mungon sot. Ta them sinqerisht. Ata janë të përjetshëm, do të jenë të përjetshëm në gjërat që na kanë lënë.